Duke qenë se te videoja e fundit ka marrë shumë mesazhe edhe komente për këtë listën e ushqimeve. Pra, këtu janë ushqimet kryesore që ne përdorim dhe sasia dhe kaloritë përkatëse. Unë do t'ju lëm me foto këtu tani në video që ta keni më kollaj sepse këtu nuk duket shumë mirë dhe t'i bëni screenshot. Dhe është shumë e thjeshtë. Siç më kam shpjeguar, nëse nuk e keni parë, shikoni videon time tjetër të fundit ku shpjegoj për kaloritë, se si funksionojnë dhe si ta kuptoni se sa kalori digjni gjatë ditës dhe ti mund të hash çfarëdo lloj ushqimi nga këtu, mjafton të bëhen kaloritë që ty të duhen. Pra, nuk ke kufizim në ushqime. Këtë duhet kuptoni që nuk duhet rish pa ngrënë për të dobësuar. Thjesht duhet hash kaloritë e duhura. Është shumë e thjeshtë. Është e vetmja mënyrë për të humbur peshë. Kam provuar pafund suplemente, kam provuar pafund gjëra nga më të ndryshme. Gjitha këto suplemente që qarkullojnë, një Libramed, jo Kolile, ta tjera që kanë pasur më përpara, i kam provuar gjitha dhe asnjë gjë nuk të bën punë nëse ti nuk je në deficit kalorik. Thjesht llogarit kalorit këtu, ha ushqimet që do, në sasinë e duhur dhe do humbasësh shpesh. Do t'ju kërkoja që ta shpërndani sa më shumë këtë video, që të kemi mundësi të ndihmojmë sa më shumë njerëz që kanë nevojë për të humbur peshë. Ju përshëndes dhe më ndiqni sepse do bëj shumë video tjera ku do flasim për rëndësinë e proteinave, si të humbni djam dhe mos humbni muskuj, e shumë gjëra të tjera do i shpjegoj me detaje dhe do mundohem realisht me sinqeritet që t'ju ndihmoj sepse e di shumë mirë se çfarë do të thotë të duash të humbësh peshë dhe të shikosh që peshorja nuk ndryshon.